Finalizohet operacioni policor Fake Cash, goditet një rast i shpërndarjes së kartmonedhave të falsifikuara, vjen në pranga dy shtetas që siguronin euro të falsifikuara dhe procedohet penalisht një tjetër që i fuste në treg duke kryer blerje në biznese të ndryshme të qytetit. Specialistët e seksionit për krimin ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Fake Cash. Si rezultat, u arrestuan në flagrancë shtetasit 25 vjeç banues në Skrapar, 35 vjeç banues në Përmet, si dhe u në gjendje të lirë shtetasi 24 vjeç banues në Vlorë. Nga veprimtaritë hetimore, ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin aktivitet të kundërlishëm të shpërndarjes së kartmonedhave të falsifikuara në qytetin e Vlorës. Shtetasi dyshoi se siguronin kartmonedha false nga dy të arrestuarit dhe më pas i fuste në treg, duke i përdorur për blerje në biznese të ndryshme të zonës. Gjatë operacionit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një shumë prej 2550 eurosh të dyshuara të falsifikuara në prerje 50 dhe 100 euro. Në drejtimin e prokurorisë së Vlorës vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.